Në momentin kur më rrinë ti me bo për një njëri tjetër, sene të cilat ty nuk të konvenojnë, do të thotë ti e sakrifikon vetveten për me bo për dikon sene të cilat ty nuk konvenojnë, që në shtas për veti si kështë bo që ajo është dashuni. Do të thotë kur ti... Kur e mohon vetën për dikon tjetër? Me mohu jo, po e te i kalon vetveten, se mohimi është fjallë ndryshën, është, te i kalon vetveten edhe ato që në ashta thu kur si kësha bo, jenë gjende mi bo për dikon tjetër, edhe pse ty nuk të konvenojnë në disa raste që është dashuni. Dhe më thonë ti i jep vetës dhimbje edhe prapë se prapë njëhesh mirë që po dënon vetën edhe po jep dhimbje për dikon tjetër. A janë gjendje të rritë kështu me dashurun, në këtë mënyrë që thot Baloni? Po, në pajtona shumë me Balonin, po në menoj ka dashni edhe ka pëlqim. E këto shpesh ngatrojnë njerëzit, ka njerë e pëlqejnë dikan edhe menojnë ja u dashurova, edhe është vetëm një dashni njetë që ka unë e menoj që ekziston, është qysh Valoni po thëtë kur nuk mund pa atë njerin me jetu,